Mirëdita gjithëve. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi. I nderuar dhe shumë i dashur për ne, akademik Muzafer Kurkuti. Të nderuar akademik, nderuar koleg, studius, të dashur miq. Sot kemi rastin për të gëzuar së bashku në këtë veprimtari festive të 90 vjetorit të akademikut Muzafer Kurkuti. Si kërkues shkencor i arkeologjisë dhe sot në drejtimin e seksionit shkencave shoqërore dhe albanologjike, mund të vëmë me kënaqësi në dukje se në drejtimin e profesor Kurkutit, Instituti i Arkeologjisë u afirmua si një nga institucionet më serioze të studimeve albanologjike, duke fituar autoritet të merituar në qarqet shkencore rajonale dhe europiane. Po aq i rëndësishëm, mbetet edhe kontributi i tij në krye të Akademisë Shkencave të Shqipërisë, ku ai shërbej me përkushtim si nënkryetar dhe më pas si kryetar i institucionit më të lartë shkencor në vend. Një periudhë sfiduese për jetën akademike shqiptare. Profesor Kurkuti mbrojti me dinjitet rolin dhe autonominë e institucioneve kërkimore, duke nxit dialogun ndërmjet disiplinave, mbështetjen e brezit të ri të studiuesve dhe hapjen e akademisë ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar. Ta cilësi të akademik Kurkutit do të përvjohen mollësisht në fjalët e kolegëve referues. Tani, më lejoni të jap fjalën kryetarit të Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, për përshëndetjen e rastit. I dashur profesor akademik Kurkuti, të nderuar familjar të profesorit, të nderuar akademik, koleg dhe studius, të dashur miq. Sot kemi privilegjin e veçantë të mblidhen në këtë veprimtari festive dhe shkencore për të nderuar 90 vjetorin e lindjes së një prej figurave më të shquara të akademizmit dhe arkeologjisë shqiptare, të antarit dhe kryetarit të akademisë, profesor doktor Muzafer Kurkuti. Në emër të Kryesisë së Akademisë Shkencave dhe të Asamblesë, kam nderin dhe kënaqësinë të shpreh profesorit urimet më të përzemërta në këtë përvjetor, duke i shoqëruar ato me mirënjohjen tonë më të thellë institucionale për një jetë të tërë të përkushtuar ndaj shkencës, dijes dhe identitetit kulturor, të historisë dhe origjinës së vendit dhe popullit tonë. Rruga jetësore dhe shkencore e profesor Kurkutit është një shembull i përkushtimit, këmbguljes dhe vizionit, duke nisur që nga formimi i eshëm arsimor në trevat e jugut të veriut Shqipërisë, deri te studimet universitare në Tiranë dhe specializimet jashtë vendit, ai ndërtoi një profil të plot të studiuesit të përkushtuar, i cili i dha drejtim dhe përmbajtje një prej fushave më themelore të albanologjisë, arkeologjisë prehistorike. Veprimtaria e tij kërkimore është e lidhur ngushtë me zbulimin, dokumentimin dhe interpretimin e kulturave të eshme në territorin e Shqipërisë, duke filluar nga epokat e neolitit dhe neolitit e deri te formësimi i etnosit dhe kulturës ilire. Ekspedita dhe gërmimet e drejtuara prej tij në qendra të rëndësishme si Maliqi, Treni, Dunaveci, Vashtëmia apo Konispoli kanë shënuar etapa të rëndësishme në njohjen shkencore të prehistorisë sonë, përmes një veprimtarie të gjerë botuese, ku përfshihen me 10 monografi dhe artikuj shkencor, botuar brenda dhe jashtë vendit. Profesor Kurkuti ka kontribuar në mënyrë të qëndrueshme në ndërtimin e një narrative shkencore të qëndrueshme mbi autoktoninë dhe bijimësinë kulturore të popullsive në hapësirën shqiptare. Veprat e tij mbeten sot referenca të domosdoshme për studiuesit dhe një bazë e fortë për zhvillimin e mteshëm të kërkimeve arkeologjike, albanologjike. Një dimension i veçantë i personalitetit është ai pedagog dhe formuesit të brezave. Për dekada me radhë, profesori ka qenë një udhërrufyes i sigurt për studentët dhe studiuesit e rinj, duke përcjell jo vetëm dije,
por edhe metodë, etikë shkencore dhe pasion për kërkimin. Paqë i rëndësishëm është roli i tij si drejtues, si drejtor i Institutit Arkeologjisë në disa periudha kyçe dhe si kryetar i Akademisë Shkencave të Shqipërisë. Ai ka kontribuar në konsolidim dhe zhvillimin e institucioneve shkencore, duke përcaktuar rolin e tyre në jetën akademike dhe shoqërore të vendit. Këtë detyrë me shumë përgjegjësi ai ka kryer në një periudhë tranzicioni drejt reformimit të akademisë, duke përcjellë tej vlerat e akademizmit shqiptar për të krijuar një akademi të hapur ndaj vlerave shkencore kudo ku gjenden dhe në harmoni me brezat e kërkuesve shkencor nga gjitha fushat e shkencës. Vlerësimet dhe dekoratat e larta shtetërore dhe akademike që profesori ka marrë ndër vite janë dëshmi e një vlerësimi të merituar për një kontribut të jashtëzakonshëm. Veçoj mes tyre nderimin nga Presidenti i Republikës me dekoratën e lartë Nderi i Kombit, me motivacionin për drejtimin profesional dhe vizionar të Institutit të Arkeologjisë dhe të Akademisë Shkencave në vlerësinë të kontributit të vyer shumë vjeçar për përparimin e shkencës së arkeologjisë dhe qasjen e saj të publiku i gjerë, si dhe për angazhimin e përhershëm në ndërtimin e urave të komunikimit dhe bashkëpunimit me studiuesit ndërkombëtar në fushën e kërkimeve dhe studimeve arkeologjike. Të nderuar të pranishëm, në këtë përvjetosh shënuar, ne nuk nderojmë vetëm një individ, por një epokë të tërë të zhvillimit të arkeologjisë shqiptare, një traditë kërkimi që profesor Korkuti ndihmoi ta themeloj dhe ta çoj përpara me dinjitet dhe kompetencë shkencore. Kolegë dhe bashkëpunëtor të ngushtë të profesorit do të paraqesin këtu në mënyrë më të thelluar kontributin dhe vetëm shumë planshe të tij. Dhe për t'i lënë vend atyre, më lejoni edhe një herë që t'i uroj profesorit dhe mikut tonë të dashur shëndet mirë dhe jetë të gjatë, duke shprehur edhe një herë mirënjohjen tonë më të sinqertë për gjithçka që ka bërë për shkencën shqiptare. Emri dhe vepra juaj do mbeten përgjithmonë pjesë e historisë së akademisë dhe shkencës shqiptare. Jetë të gjatë profesor dhe 100 të tjera. Faleminderit. Faleminderit profesor Gjinushi. Dhe tani fjala është për drejtorin e Institutit Arkeologjisë Akademik Adem Munguri me temën kontributi i akademik Muzafer Korkutit në studimet mbi formimin etnogjenetik të ilirëve. Faleminderit profesor. I dashur dhe i nderuar profesor Korkuti, i nderuar kryetari i Akademisë Shkencave akademik Gjinushi, të nderuar akademik, profesor, miq dhe kolegë të profesor Muzafer Korkuti. Profesor Muzafer Korkuti është përfaqësuesi më i spikatur i brezit të dytë të arkeologëve të arkeologjisë institucionale shqiptare dhe njëherë është një figurë qendrore e saj. Ai ka lindur më 17 maj të vitit 1936 në ftehër të Sarandës, ku ka kryer dhe arsimin elementar. Arsimin të vjeçar në Kuqin e Vlorës dhe ato të mesëm në Shkëlqyer, Shinaz dhe Juka. Pas 3 viteve punë si mësues në Kuq të Vlorës, profesori fiton të drejtën e studimeve të larta në universitetin më të njohur të kohës në Lomonosov, në Sankt Peterburg. Studimet që pas ndërpresë marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik u vazhduan dhe u finalizuan në Universitetin e Tiranës në vitin 1962. Ndërsa studimet pas universitare i ka kryer në Universitetin e Pekinit në vitet e mëvonshme. Jeta dhe veprimtaria e profesor Korkuti janë të lidhura ngushtë me historinë e kërkimeve arkeologjike në Shqipëri dhe me ndërtimin e traditës moderne të studimeve mbi prehistorinë, kryesisht mbi neolitin, eneolitin dhe bronzin.
dhe tema qendrore e degës e punës së tij, profesorit ka qenë gjithmonë sqarimi i dinamikës, i proceseve, i transformimeve që çuan në formimin e etnogjenezës ilire apo etnogenetik të ilirëve. Tema e jetës së tij. Profesor Muzaferi ka gërmuar, profesor Muzaferi ishte student i denjë i katërshës së themeluesve të parë të arkeologjisë shqiptare. Profesor Hasan Thekës, profesor Selim Islamit, profesor Anamali dhe profesor Prendit. Dhe mori prej këtyre themeluesve cilësitë më të mira që i trashëgoi dhe i përcolli gjatë gjithë jetës së tij. Profesor Muzaferi në vitet e para të punës, ka filluar punë në vitin 62, pra Institutin e Historisë së saj kohe në sektorin e arkeologjisë, dhe që në vitet e para, ende student, ai ka qenë pjesë e ekspeditave arkeologjike që janë zhvilluar në Gajtan, ndërkohë vazhdojmë, në Gajtan apo në vende të tjera. Po para se të shkojmë tek detajet, në mënyrë të përmbledhur, në një slide janë përfaqësuar kontributet kryesore të profesor Korkutit, si ai në fushën e gërmimeve dhe studimeve arkeologjike në arkeologjinë prehistorike, në fushën e studimeve pre dhe protohistorike, kontributi në fushën e formimit etnogjenetik të ilirëve, që siç e thash është pjesa më e rëndësishme, kontributi në fushën e pedagogjike, si dhe kualifikimin e kuadrit të ri arkeologjik. Ka një kontribut jashtëzakonshëm edhe për hartimin e teksteve shkencore si historia e Shqipërisë, arkeologjia, harta arkeologjike e vendit e tjerë, kontribut në veprimtarinë arkeologjike ndërkombëtare, kontribut në ndërtimin apo e muzeve arkeologjik, në ekspozitat arkeologjike ndërkombëtare e tjerë. Gërmimet kryesore të profesor Muzaferit janë paraqitur në një slide që studenta i fillon në Apollonin, mos gaboj, gërmimet e parë janë në 59-ën, në projektin shqiptaro-sovjetik të Apollonis, ku profesori ishte ende student, dhe vazhdojmë pastaj në Gajtan 61-63 për të finalizuar me Maliqin, i cili ishte një herë e shkollë e kuadrove të rinj. Pastaj vazhdojmë në rreth 15 projekte të pavarura janë kryer gërmimet të pavarura nga profesor Korkuti, sipas slajtit që është në. Pra duke filluar me Cakranin, me Dunavecin, me Podgorien, me Bashkmin, me Kolshin, me Cetushin, me Gradecin, pastaj me Mallakacën projekt, me Lofkendin, me Konispolin, me Çukën, me Denjën, Burimasin, Treni i pari, Katundasin. Në të gjitha këto gërmime, profesor Muzaferi ka disa në gjitha jetën e tij arkeologjike si profesor dhe si shkencëtar. Profesor Muzaferi është quajtur nga disa cilësi tipare të qëndësishme që duhet i ketë çdo arkeolog, çdo studius. Disiplinë e lartë të shkencore të gërmimeve, gërmime stratigrafike me kritere rigorozisht shkencore. Ka një puna sistematike në dokumentimin e gërmimit me plane, profile, planimetri. Përdorimi, për herë të parë nga profesor Muzaferi, është fut përdorimi i metodave radiokarbonike, dhe kemi rastin e Dunavesit dhe të Konispolit. Puna sistematike në sheshin e gjetjeve, klasifikimi shkencor në terreni qeramikës dhe i gjetjeve të tjera arkeologjike, plotësimi i karteleve të objekteve arkeologjike dhe regjistri fushor që në terren pa u kryer në Tiranë, gjë që jo gjithmonë ndodh të bëhet si duhet. Diskutimet përditshme të situatave arkeologjike që paraqisë gërmimi me kolegë dhe me automotrit. Një nga ato kam qenë edhe unë dhe kam pasur fatin e madh që ta kem profesorin udhëheqës të punës time edhe në gërmim edhe në terren. Ka përcaktuar sakt pozitën kronologjiko-kulturore të depozitimeve kulturore të çdo vendanimi ku ka gërmuar, ka bërë interpretime të sakta historiko-kulturore të depozitimeve kulturore dhe është munduar gjithmonë të jap nga vetja për kualifikimin e brezave më të rinj, që është brezi i Jon, i kemi punë pas fatin e mirë, dhe deri te kujdesi i tij për krijimin e kushteve të përshtatshëm të akomodimit dhe kujdesi merakujtiv i përhershëm për masat e sigurimit teknik në site të tilla të vështira siç ka qenë ta zënë Denja, që do ta shohim në slide. Mund vazhdojmë.
Pra, kontributi thelbësor i profesor Muzaferit padyshim është janë shumë kontribute, tani në fjalë të shkurtër unë do të përqendrohem kryesisht tek ato më të rëndësishmet, siç është rasti i fakti që të gjitha gërmjet e profesor Muzaferit kanë ndikuar në zgjidhjen e disa problemeve kyçe të prehistorisë shqiptare. Kjo është thelbi i gjës. Pra, çdo gërmim i kryer nga profesori ka sjellë të reja shkencore që kanë ndihmuar, pra kanë sqaruar situatën prehistorike të kësaj kohe dhe kanë ndihmuar në krijimin në kuptimin më të mirë të transformimeve ekonomike, kulturore që kanë ndodhur sipas periudha bërkatëse. Fjala vjen gërmjet në Konispol dëshmuan arkeologjikisht vëjimsinë e pandërprer, pra pa hiatus kulturor siç thuhet, nga mezoliti, pra nga koha e hunter gatherers, në neolitin e hershëm, farmer hershëm. Pra nga Konispoli 2 në ato 3A. Ka përcaktuar gjithashtu Kolshin si pjesë e kulturës Starçevo, Dybok, përcaktim që nuk ka lëviz as sot dhe as i ditën dhe nuk mund të lëviz. Përcaktimi i Vashkmis si fazë fundore e zhvilluar e neolitit hershëm. Përcaktimi i shtresës Grades si pjesë e kulturës Maliq 2A. Vijimësia kulturore e midis shtresa Benj 1 dhe Benj 2. Mund të vazhdojmë ndërkohë për të thënë mbështetja e gjenezës së ilirëve në dokumentacionin arkeologjik. Kjo është shumë e rëndësishme, është mjaft e rëndësishme, dhe raporti sigurisht midis proceseve transformuese të akulturimit, asimilimit dhe integrimit, procese që quan pra në formimin etnogjenetik të ilirëve në Ballkanin Perëndimor. Ka një vijimësi të pandërprer të kësaj teze të profesor Muzaferit, teze cila shfaqet edhe për herë të parë në 69 në sesionin e parë shkencor arkeologjik, ku profesori trajton me kompetencë temën keramika e piktuar kohës vonë të bronzit. Pra, keramika matte painted pottery, siç njihet tash atë gjithë, e bronzit vonë dhe kohës hershme të hekur dhe karakteri i lirë i bartësve të saj. Mos harrojmë që në vitin 69 profesori ende si kishte mbushur 33 vjeç, pra në moshë relativisht mjaft e re për të trajtuar të tema të tilla madhore, të cilat duhet thënë që i ka trajtuar me kompetencë. Dhe kjo nuk është e themi ne, por kanë vëndukje studiusit e huaj të fushës arkeologjisë prehistorike. Të njëjtën temë apo rreth formimit të etnosit ilir, pra është një temë qendrore, e kanë trajtuar në konvendin e parë të studimeve ilire, pra 3 vite më vonë, dhe në konvendin e dytë të studimeve ilire në 85-ën, probleme etnokulturore të epokës së neolitit në Shqipëri. Si dhe gjithashtu në 50 vjetorin e arkeologjisë shqiptare, ritrajtohet edhe një herë formimi etnogjenetik i ilirëve, duke sjellë të rejat që kanë ardhur nga ngërmimet e reja. Fjala vjen në të rejat që prezantohen në këtë moment, është ngritja e kronologjisë së bronzit të hershëm duke marrë shkas nga datimet radiokarmike të Konispolit, atë shtresë të Konispolit të shtresa e bronzit hershëm e Konispolit, pra, dhe e cile barazohet me Maliqin 3A. Dhe kjo datë pa kalibruar është e dhënë në slide dhe e kalibruar është rreth 3500 vjet para Krishtit. Dhe shumë e rëndësishme është edhe arritja tjetër që profesor Muzaferi në këtë punim e lidh shfaqjen e tumave për parën herë me shtresën e bronzit të hershëm në Shqipëri. Dhe ndërton apo formalizon hipotezën e formimit të etnosit ilir si pjesë, si rezultat i bashkëjetesës apo përzierjes apo integrimit të dy rrymave kulturore, rrymës autoktone e neolitike, pra që është autoktone, përbërësi e neolitik autokton, dhe rrymës ardhur me migracionet e bronzit hershëm. Pavarësisht që në atë kohë ka qenë shumë e fortë teoria e Gimbutasit, pavarësisht nga drejtimi që erdhën këto migracione. Ne mund vazhdojmë të shohim disa nga slajdet tashmë, kemi trenin këtu,
disa slide shumë shpejt mund t'i kaloni tjena. Dhe ekspedita e parë e profesor Muzaferit është treni, shpella e treni, ja kemi shpellën dhe vendbanimin prej historik të trenit jashtë haj. Vazhdojmë, është piktura e famshme e trenit në këtë kanjonin shkëmbor, vetëm për të pa pak a shumë, dhe këta puna e bërë gjatë mapjeve të pikturës të trenit, vazhdojmë. Njëta gjë në dy kohë. Dhe Cakrani tani. Në 69-70-ën është ngërmimet e para në Cakran, është një nga vendbanim më të madh në Neolitit mesëm. Dhe profesor Korkuti ka dhe meritën që për herë të parë përfshiu krijoi, si më thënë, ato sferën apo kompleks arealin Egjeo-Adriatik të Neolitit mesëm, ku Cakrani sigurisht dhe një vend të rëndësishëm. Kjo është Dunaveci, janë ngërmimet e Dunavecit. Kemi panafitin e parë në Dunavec, jemi shumë herët, 71-72, dhe puna që bëhet gjatë hartimit dhe dokumentacionit. Tu është profesori në vitin 72 gjatë studimit të profileve të këtij siti dhe diskutimi me kolegë ku bien sy, profesor Prendi dhe të tjerë. Kolçi është i 75-76 në kohën e ndërtimit të hidrocentralit të Firzës. E rëndësishme në Kolç, mund të rrim pak, e rëndësishme është zbulimi i arkitekturës në Neolitin e hershëm të Kristal Shevo, dy kemi arkitekturën për herë të parë, qoftë me porthollet, majtas dhe me rënojet e banesave, të themelit e banesave. Vazhdojmë. Edhe Vazhdimia është një nga këto site në pellën e Korçës mjaft e rëndësishme në kuptimin historiko-kulturor për prehistorinë. Kemi fragment Jushemei, pra vendosëm një platformë gurësh lumor. Vazhdojmë. Cetushit e Kradeci janë luglinë e mesme të Drimit të Zi, pra në rrethin e Dibrës, në të vitit 80, aty është Cetushi dhe profesori duke konsultuar me ekipin që është pjesë e Benja. Në Benjë është zbuluar për herë të parë nga profesor Bodinaku, mos gaboj që ka punë, dhe është gërmuar nga profesor Korkuti, në ekip kanë qenë profesor Bodinaku, kam qenë dhe unë, dhe shihni platformën. Benja është në kanjonin e Lëngarisës, ato që nuk e din. Është një kanjon me 20 metra i thellë dhe shpella është 20 metër mbi shtratin e lumit. Për të ngjitur atje sigurisht është ndërtuar një platformë me tuba hekuri dhe kjo shpellë kishte dy ambiente, A dhe B. Unë pata shansin të punoj në ambientin B, por ambienti B është një 40 metër ma ta në hyrje dhe duhet shkosh mes varritje dhe me kapelin e minatorit. Dhe e rëndësishme është tu ke Benja, Benja është shumë e rëndësishme sepse kemi dy shtresa stratigrafisht të vendosur njëra midis tjetrës, Eneolit, shpresë Benja 1 Eneolit dhe Benja 2 bronzi i hershëm. Dhe të dyja vazhdojnë pa hiatus, pa ndërprerje. E bukura ishte se në Benjën 2 u gjet tradita eneolitike e enëve, pra qeramika me lustë të zeze e Neolitit, në gjysmën e poshtë të enës, dhe gjysma e sipër ishte dekoruar me pseudobarbotinin e famshëm të bronzit hershëm. Pra në të njëjtën enë mbijetojnë apo bashkëjetojnë më saktë dy teknika dekorative të dy periudhave suksesive. Dhe kjo padyshim është një nga argumentat arkeologjik të vimësisë që e ka përmend profesori disa herë, vimësisë kulturore nga Eneoliti në bronzin e hershëm. Dhe të përforcon hipotezën arkeologjike shqiptare që bronzi i hershëm është krijuar nga elementi, nga përbërësi autokton eneolitik, që është qeramika me lustë të zezë me shkëlqim, dhe elementi i ardhur me migracion. Është shumë. Konispoli është gërmim bashkë me Institutit Arkeologjisë me Universitetin e Teksasit, është disa vite punë, 5 vite punë, dhe ka dhënë mrekullisht, ka dhënë një stratigrafi fantastike të shtresa depozitimi kulturore, duke filluar nga Konispoli 1, që është paleoliti i lartë, vazhdojmë me mezolitin, dyshin dhe vazhdojmë me neolitin e hershëm, i cili ka 3 horizonte banimi, të gjitha këto datura me saktësi me radiokarbon, dhe pastaj vazhdojnë bronzi i hershëm, dhe bronzi i hekuri i hershëm. Bazuar, vazhdojmë. Kjo është shpella, interieri i shpellës, vazhdojmë. Përveç gërmime, profesori ka kryer disa survej, mjafton të kujtojmë ato disa prej tyre, është e pamundur t'i themi të gjitha.
Kjo është shpella e Lepenicës, ku është gjetë piktura e famshme e Lepenicës, dhe profesori me kolegët e tij, për cilë ne njohim vetëm profesor Muzafer dhe profesor Frano Prendi. E dy tjerët janë bashkëpunëtor zonal. Po, vazhdojmë. Tu kemi një slide nga Berati, ku është edhe profesor Neritani, profesor Muzaferi, është në qendër, dhe kolegë të tjerë. Tu kemi një guva e Reqit, ku profesori në një pjesë të mirë të kohës së tij, ku është edhe arti prehistorik shkëmbor, një prej cilëve është profesor në guvën e Reqit në Peshkopi, dhe slajdet tregojnë pra profesorin duke marrë qëllime dhe puna që bëhet për vizatimin e këtij arti shkëmbor që është bërë nga disa kolegë në ndërtim. Po, gjithashtu profesori, siç e tha Gëzimi shumë mirë pak përpara, një nga traditat më të mira që ne nuk e realizojmë dot ashtu si profesori, ishte vizita e tij ku bëshin kërmime në çdo ekspedit. Dhe unë në kërmimet e mia kam patur kënaqësinë dhe fatin ta kem në çdo vizitë drejtorin e institutit, i cili përveç kontrollit na ka ndihmuar shumë edhe në çështjet të kuptimit të situatave. Këtu jemi në Nezir, ndërsa këtu jemi në Sovjan. Sovjani dihet është nga vendbanimet e rëndësishme kërmuar nga shkollat e institucion dhe ai francez. Vazhdojmë. Dhe tani një drejtim tjetër janë simpoziumet dhe konferencat shkencore. I pari simpozium është ai viti 67 dhe kemi këtu për herë të parë në tetor të 67-s kemi pra autoritetet drejtuese të kohës me Kareman Yllin, Kastollarin, Bylykun, Hasan Cekën, Korkutin dhe Aliun. Vazhdoj një moment tjetër i rëndësishëm është Ilira dhe gjeneza e shqiptarëve, siç e përmenda pak më lart, ku profesori, ndryshe nga të tjerë, ka dy referime në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Një ka me profesor Anamalin për Ilirë dhe gjenezën e shqiptarëve, dhe e dyta është ajo qeramika e pikturuar, matte painted pottery e bronzit von. Vazhdojmë. Po kështu edhe në studim, kuvendin e parë të studimit Ilire, profesori gjithmonë do të mbajë temën e tij të preferuar, për cilën ne jemi shumë mirënjohës, dhe arkeologjia do t'i merret gjithnjë mirënjohës, sepse e trajton në mënyrë shkencore problemin e etnogjenezës së ilirëve, si dhe përkatësia etnike e banorëve të telash të territorëve tonë si pjesë e Ballkanit Perëndimor. Vazhdojmë. Këtu kemi një slide nga ky kuvend, pra kuvendi i parë i studime ilire, profesor kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Alex Buda, duke marrë fjalën e hapjes, dhe vazhdojmë. Kuvendi i dytë të studimit ilire dhe problemet etnokulturore të epokës e Neolitit në Shqipëri nga profesor Korkuti. Vazhdojmë. Kuvendi i tretë, kongresi, në fakt, por ai ishte në rolin e një kuvendi, është kongresi i tretë i studimit ilire, apo kongresi ndërkombëtar i marrë në kuadrin 65 vjetorit të arkeologjisë shqiptare në vitin 2013, dhe profesori duke marrë referatin e tij, po kështu edhe slajdi që shohim tani. Dhe e tjetra është 2 vite më vonë, konferenca shkencore ndërkombëtare ilire të Jugut dhe Epirit në antikitet, profesori duke marrë referatin. Dhe konferenca shkencore, përveç konferenca e brenda vendit, profesor Muzaferi ka marrë jashtë vendit një numër të madh konferencash që janë në slide, dhe ju mund t'i shihni, dhe si dhe në çdo konferencë kam pasur vizita arkeologjike në site të ndryshme, ku kemi sit në Asiros, për shembull, kemi në Komotini, e të tjerë, dhe leksione në Universitetet e Huaja. Një nga drejtimet shkencore të çdo studiues janë leksionet në Universitetet e Huaja Perëndimore. Është një listë e gjatë, unë kam arritur të fut të gjitha në listë, leksione ku profesori ka marrë leksione dhe ka përfaqësuar dinjitetshëm arkeologjinë shqiptare. Vazhdojmë. Është antar i disa forumeve ndërkombëtare prehistorike, siç janë në slide. Sigurisht aty zgjidhen njerëz antari e Institutit Arkeologjik Gjerman, e me radhë, njerëz që kanë kontribute të veçanta. Vazhdojmë. Këtu kemi një moment tani në inaugurimin e muzeut të Butrintit në vitin 1988, shohim profesor Muzaferin dhe profesor Luan Omarin, poshtë tyre shohim profesor Vimosten Budinën dhe të tjerë
që kanë qenë të pranishëm në këtë moment. Vazhdojmë. Kemi edhe një ekspozitë të ndërkombëtare në Vjenë, kemi bërë një ekspozitë në Vjenë dhe një në Hildesheim të Gjermanisë, kjo pamje nga Vjena. Hildesheim është një nga më të bukurat të albume që është botuar. Gjithashtu ka një drejtim tjetër, pjesëmarrja në institucionale, profesor shtadjetori profesor Hasan Cekës, vazhdojmë i profesor Hasan Cekës, 9 vjetori tashmë në Fier, është shtadjetori profesor Skënder Aliut në Korçë dhe në 80 vjetori profesor Frano Prendit, po në Tiranë, vazhdojmë. Edhe vizita, ekskursione me kolektivin, edhe unë sigurisht botimet, shumë shpejt se kalova sa kohën, shumë shpejt botimet, më shpejt. Neolitikun, kalkulitikun in Albania, është sigurisht një nga bazat themelore, botimet të profesor Muzaferit dhe kontributi i tij si pedagog tashmë dihet, dhe dekorimet si drejtues institucionesh dhe dekorimet nga Kuvendi Popullor, nga Presidenca, dhe e fundit ajo që u përmend nga kryetari i Akademisë, pra nderi i kombit. Dhe ju urojmë profesor jetë gjatë dhe të gëzuar. Dhe të falenderuar shumë për kontributin. Faleminderit, profesor Ademi. Të flasësh për profesor Kërkutën, sigurisht që është mund të shkruash një roman, një libër, një diçka shumë të madhe dhe dëshira e secilit për nesh si dëshirë mbetet për të folur gjatë, por ju lutem të jemi racional në ato gjërat më themelore që ky aktivitet na dalë sa më i bukur. Tani radhën e ka profesor Neritan Ceka, një nga bashkëpunëtorët dhe kolegët më afatgjatë të profesor Kërkutit, nga i cili sigurisht mund të presim pafundësisht gjëra të bukura. Bashkëpunëtar të arkeologjisë shqiptare dhe si familje, jo vetëm si veprimtari, edhe ndjej veten në këtë takim si pjesë e një epopeje në fakt. Këto që pat mund të bëhen vetëm në 100 vjet. Çdo arkeologu më i mirë, gjithë këto gjëra duhet jetojnë 100 vjet. Kështu që Muzafer ke edhe shumë kohë përpara që të plotësosh ato që ke bërë, si vite të shkojnë barabar me punën tënde. Dhe natyrisht që në këtë rast është pjesë e kujtime personale, ne jemi takuar me Muzaferin në Apolloni, në 58-ën, besoj jo në 59-ën, unë isha maturant edhe Muzaferi me pata shkurt vinte nga fakulteti, edhe ajo që më impresionoi ishte rusishtja që fliste Muzafer. Unë erdha pak më vonë, kishin ardhur një muaj o 2 muaj përpara, kishin ndërprerë studimet dhe provimet i dhat në Apolloni. Pra, kjo ishte fillimi i aventurës Muzafer Kërkutit. Edhe kështu që nga ajo kohë nuk jemi ndarë në aventurën tonë të viteve të mëdha të arkeologjisë, viteve të zbulimeve të mëdha, në të gjitha drejtimet, po dhe të njerëzve që koha i kishte përgatitur për ato zbulime. Hasan Ceka, Skënder Namali, Selim Islami dhe Frano Prendi, janë personazhe jo të rastit, janë ata që krijuan kohën, jo vetëm koha i krijoi ata. Dhe Muzaferi besoj që vjen pas më një herë, nëse do bëjmë këtë tabelën e shenjtorëve të arkeologjisë shqiptare, ne jemi në dishepujt e shenjtorëve të parë, e themeluesve, vjen i parë, vjen patjetër Muzafer Kërkuti për disa arsye. Dhe në arsye e parë është që mori përsipër në një moshë fare të re, ishte vetëm 30 vjeç, kur mori përsipër afërsisht 30, nuk po i llogaris tash, ishte bëhet fjalë për 66-ën, ishte fiks 30 vjeç kur mori përsipër drejtimin e Institutit të Arkeologjisë, në atë kohë quhet sektori i arkeologjisë, brenda kuadrit të Institutit Historisë dhe Gjuhësisë, i drejtohej nga Androklik Kostallari, në një situatë shumë të vështirë të revolucionarizimit, kur
pjesa më madhe arkeologëve u shpërndan në përgjithë Shqipërinë dhe e drejtojnë në mënyrë më të shkëlqyer, me qetësinë e tij, me dashamirësinë, me idenë që e kanë ndjekur Muzafer Korkutin, po gjithë themeluesit e arkeologjisë, që arkeologjia është në fundit punë ekipi. Mund të dallohesh, mund të jesh shumë i mirë, por nëse krahas teje nuk ecën dhe të tjerët, nëse nuk ndihmon dhe të tjerët dhe bësh pjesë e punës tyre, nuk arrin asgjë. Besoj që Muzaferi ishte pjesë themelues, një nga themeluesit e kësaj arkeologjie që është arkeologjia e ekipit, arkeologjia ku asgjë nuk është personale, është arritje e gjithëve dhe i shërben gjithë kombit. E dyta që vinte nga drejtimi historik. Pra, shkolla e tij në radhë parë ishte Apollonia, ishte jo vetëm zonës si i Hasan Cekës, i Skënder Anamalit, i Frano Prendit, i Selim Islamit, ishin bashkë drejtues, po dhe i Vladimir Blavatskyt, i vinte nga shkolla e madhe ruso-gjermane, ishte arkeologu rus i kohës së revolucionit tetorit, kishte qenë pjesëmarrës e revolucionit, takoheshëm me historinë në Apolloni bashkë me Vadim Blavatskyn, por i shkollës gjermanike, ishte thellësisht historike edhe filologjike. Dhe ndërkohë edhe i Frano Prendit, i vinte prapë nga shkolla gjermane, që ishte një shkollë gjermanike. Pra ishte një shkollë e cila e shikon arkeologjinë rreth parë si histori. Dhe mësimi i dytë që mori Muzafer Korkuti ishte që pati fatin që menjëherë vitin 1960 ishte bashkë me Frano Prendin në Maliq. Dhe Maliqi është një libër historik shumë stresor, fillon me bronzin e hershëm, vazhdon pastaj takon me hekurin e hershëm, dhe duke pasur Frano Prendin mësoi alfabetin e arkeologjisë, që është keramika. Arkeologu që nuk njeh keramikën është si ai që do të lexojë libra pa ditur alfabetin. Pikërisht kjo ka qenë mësimi i parë që mori Muzafer Korkuti dhe kuptoi se cila ishte teza e tij jetës, e teza e tij e jetës ishte etnogeneza. Pra një problem si të lexojmë keramikën e Maliqit, që nga koha kur shfaqet bronzi i hershëm, një kulturë që ndryshon nga neoliti, që ndryshon nga neoliti, tregon që diçka ka ndodhur. Dhe në bisedimet e gjata, edhe me kolegun tjetër Skënder Muçaj, të shkollës së vogël të Fierit, ku na mlodhi koha 75, një kohë prapë një revolucionarizimi të dytë, po që mendimin e figurave të mëdha të asaj kohe, siç ishte Karaman Ylli, siç ishte Pipi Mitoriorgji, duhet kuptojmë që ajo epokë shumë ngri, ka pasur ndryqimet e veta të Alex Budës, Luan Omarit, edhe që me të vërtet e mbajtën drejtimin anijes albanologjike. Dhe ishte në atë kohë që shtroi dy tezat e tij, o themi, dy kolonat kryesore të tezës tij, e cila është një tezë që nuk e rrëzojnë dot. Teza e formimit autokton të ilirëve është një tezë e bazuar tek keramika, e bazuar tek ata që dinë të lexojnë. Ata që nuk dinë të lexojnë nuk mund të rrëzojnë një tezë të tillë. Pra, edhe në dy drejtim që provoj dy teza, dy teori që dukeshin të papërputhshme me njëra tjetrën. E ardhjes së indo-europianëve, Maria Gimbutas, nga veriu me atë të ardhjes së indo-europianëve të kolin Rinfryu, që vinë nga Lindja, që vinë nga Anatolia. Pikërisht Muzafer Korkuti pati edhe në bazë të kërkimeve më të vonshme, edhe këto ishin një të pakta, të ndryshoj kronologjinë, duke shtyrë kohën e bronzit gati 1000 vjet më përpara se ç'mendohesh, ardhjen e dyndjes, po themi asaj që quhet dyndja e dytë paleo-indo-europiane, edhe të ndërtoj tezën e tij, e cila mbetet themelore. Unë nuk dua të hyj në detaje, për të thënë dhe meritat e tjera të Muzafer Korkutit. Merita tjetër është që është nga promovuesit e lidhjes me arkeologjinë e Kosovës, e formimit të brezit të ri të arkeologëve kosovar, edhe e
vendosin në të njëjtën tryezë probleme kryesore të jo vetëm të prehistorisë, po dhe të historisë antike, të një shteti të Dardan, i cili është po kaq i rëndësishëm në historinë tonë, se sa dhe Mbretëria e Lire. Dhe së treti do të them lidhja ose hapja e arkeologjisë shqiptare ndaj arkeologjisë europiane. Nuk ishte rastësi që në vitin 1972 Alois Benast, personaliteti i arkeologjisë europiane të kohës, tha, në sallën këtu, ngjitur, që ishte në atë kohë vendi ku zhvillua kongresi Kuvendi i parë i studimeve lire, që arkeologjia shqiptare po hyn në arkeologjinë europiane nga dera nga porta e madhe. Pikërisht kjo hapje, ku personalisht e di se çka bërë Muzafer Korkuti për të mos ta kthyer kontakte me tuaj si çështje personale, si çështje vizitave të rastit, po në një ballafaqim të arkeologjisë shqiptare me arkeologjinë europiane, është një nga meritet e tjera. Muzafer ke qenë një mik i shkëlqyer, e të uroj jetë gjatë, shëndetshme, bashkë me Adelinën, me fëmijët, me niprin, e mbesa. Falenderojmë profesor Meritanin për paraqitjen panoramike dhe fjalët e ndjera në nderim të kolegut vet, gjë shumë e natyrshme. Dhe ndërkohë, radha është për një koleg tjetër prap të vjetër të arkeologjisë, një bashkëpunëtor shumë të afërt të profesor Korkutit në Institutin e Arkeologjisë, profesor Ilir Gjipali. Akademik Muzafer Korkuti, ndër studiuesit më të quar të arkeologjisë shqiptare dhe të drejtimit të institucionit të saj. Në fakt, kontributi dhe vrimtaria e intensive e shumanshme e profesor Korkutit është kaq shumë dimensionale sa është e vështirë t'i përmbledhësh në disa minuta, po kolegët para folës, siç ishte Korkuti edhe profesor Ceka, një pjesë të mirë e ezauruan. Unë do mundohem që të përqendrohem më shumë në ato që unë pata mundësinë të njoh nga afër gjatë punës në Institutin e Arkeologjisë. Vetëm si arkeolog, edhe në fushën e prehistorisë në mënyrë të veçantë, është e lidhur me mijëvjeçarët, me shekujt që shumë të hershëm. Mirë po, her pas here, në fakt, na bën mirë që kthehemi edhe shikojmë rreth vetes, rreth kolegëve, që kanë bërë të mundur të kontribuojnë në ndërtimin e kësaj historie dhe kulturë të lashtë të prarësve tanë. Në një rast të tillë, për shembull, si ky i sotmi, për të nderuar e vlerësuar akademik Muzafer Korkutin në 90 vjetorin e lindjes, dua që të theksoj disa pika kryesore. Kontributin si arkeolog në fushën e kërkimeve prehistorisë, në gërmime, në studime, në botime, në konferenca kombëtare, ndërkombëtare. Kontributin e veçantë në drejtimin e institucionit për rreth 3 dekada, si asnjë tjetër. Rritjen e dallueshme krahasuar me periudhat e tjera që njohu institucioni gjatë drejtimit të tij, referuar e ekspeditave arkeologjike, kërkimeve në teren, botimeve, rritjes të numrit punonjësve e tjerë, si dhe forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimeve me institucionet e huaja, deri atëherë e shumë e vështirë për të bërë të tilla bashkëpunime, duke lëvruar më tej kërkimin arkeologjik nëpërmjet projekteve kërkimore. Profesor Korkuti përket brezit të parë të arkeologëve shqiptar të formuar profesionalisht në Universitetin e Tiranës, ndorse nuk i munguan edhe përvojat në universitetet tjera jashtë Shqipërisë, në Rusi dhe Kinë, në një kohë kur arkeologjia shqiptare po hidhte themelet e saj, që në vitet e para të punës së tij shkencore u përfshi në gërmimet arkeologjike në Apollonin 58-59 dhe më pas në Maliq duke filluar nga 61, në ndërtimin e profesor Prendi,
Përvojë që përcaktoi edhe orientimin e tij të mëvonshëm drejt kërkimeve në fushën e prehistorisë. Njohuritmi i periudhës prehistorike në territorin shqiptar në atë kohë ishin fillimet e tyre. Por profesor Korkuti pikërisht për këtë arsye ndërmori një sër ekspeditash dhe gërmimesh sistematike që zgjeruan ndjeshëm të dhënat për prehistorinë. Si specialisti i kësaj periudhe ka kryer një sër kërkimesh e studimesh që përfshin të gjitha periudhat prehistorike, duke filluar nga ato të Gurit Vjetër, Paleolitit, e deri në fillimin e epokës historike, duke nënvizuar Paleolitin, Mezolitin, Neolitin, Bronzin dhe Hekurin. Në fushën e kërkimit, profesor Muzaferi shquhet në gërmimet arkeologjike në shumë vend banime të rëndësishme, pre e protohistorike, më shumë se 15 vend banime të tilla, në të gjithë Shqipërinë, Tren, Vashmi, Dunavec, Burimas, Podgori, Cakran, Patos, Kolsh, Cetush, Gradec, Katundas, Bënj, Konispol, Mallakastër e tjera. To janë më kryesore se ka dhe tjera. Në ekspeditë për njëse të kryer në pjesët më të madhe të territorit të vendit, ka arritur të na sjellë një informacion të gjerë dhe me interes për kërkimet në prehistori. Në mënyrë të veçantë, kontributi shkencor i profesor Korkutit mbetet themelor në kërkimet e studimi për Neolitin dhe Enolitin në Shqipëri, duke renditur atë në vend, si thua, në kërkimet neolitike më në zë të rajonit dhe të Europës. Profesor Korkuti arriti nëpërmjet studimit të kulturës materiale të rindërtoi mënyrën e jetesës së komuniteteve më të hershme që kanë banuar në këtë troje. Ajo që spikat në rëndërinë studimore të profesor Korkutit është përcaktimi kulturor i Neolitit në vendin tonë dhe prania e 3 varianteve të tij në rajonet e Ballkanit dhe më gjerë. Krijimi i një sistemi të periodizimit të kronologjisë relative për Neolitin dhe Eneolitin. Evidentimi i bashkësie të gjërave etnokulturore gjatë epokës e neolitike, që luan rol shumë të rëndësishëm në formimin e popullsive të mëvonshme ilire. Kontributi edhe në fushën e artit prehistorik dhe në mënyrë të veçantë për artin shkëmbor në Shqipëri prehistorik. Në fushën e botimeve janë të njohura punimet origjinale dhe veprat përgjithësuese që ka arritur të botoj profesor Korkuti. Në këtë prodhimtari të shumashme bëjnë pjesë mbi 10 artikuj të botuar në revistat tona shkencore periodike, por dhe ato të huaja. Bashkëautorit teksteve universitare, si arkeologjia, i tekstit historisë Shqipërisë, i historisë popullit shqiptar, si dhe i monografisë Neoliti dhe Eneoliti në Shqipëri, i botuar fillimisht në Gjermani në 1995 dhe i rebotuar, i zgjeruar edhe në Shqipëri në mënyrë më të zgjeruar. Po ashtu, botimet para ilirët, ilire dhe arbrit dhe etnogeneza e ilirëve janë sinteze kërkimeve dhe studime për etnogenezën e popullit shqiptar. Pjesëmarrës në rregullari të rëndësishme shkencore kombëtare e ndërkombëtare, siç e përmendi dhe kolegët më parë, janë një sër konferencash duke filluar që nga ato të vitit 1969, kur ishte në moshë shumë të re, dhe duke vazhduar pastaj në mënyrë intensive në shumë vende të Europës dhe më gjerë. E dallueshme është sidomos pjesëmarrja në simpoziume dhe kongrese ndërkombëtare në Greqi, në Itali, në Gjermani, Francë, Spanjë. Në Greqi, Itali, Gjermani, Francë, Spanjë, Zvicër, Kroaci, Turqi, Rusi, Afrikë e Jugut e tjera. Ka kontribuar në formimin e brezat të rinj të arkeologëve, si të pedagogi jashtë në Universitetin e Tiranës 68-2001 dhe në Universitetin e Prishtinës 72-75. Ka mbajtur leksione dhe për arkeologjinë shqiptare i ftuar në shumë universitete, që i përmendi dhe kolegët para meje. Ka drejtuar për një periudhë të gjatë revistën Iliria, nga rreth mbi 45 numra,
15 numra janë të nxjerra në kohën kur drejtonte profesor Kërkuti. Aq sa dhe profesor Selim Islami që ishte themeluesi i revistës Iliria. E veçante e profesor Kërkutit për revistën Iliria se në rolin e kryeredaktorit ka meritën se ruajti një cilësi të lartë botimit, duke kujdesur njëkohësisht në mënyrë rigoroze për përmbajtjen dhe ilustrimet, për zgjedhjen e artikujve dhe autorët kryesisht nga Shqipëria, por dhe të huaj. Nuk është rasti që revista Iliria me kryeredaktor Muzafer Korkutin shkonte në mbi 50 shtete të botës në atë kohë. Për të gjitha këto veprimtari të shquara shkencore, ai sot antar i përhershëm i Akademisë së Shkencave dhe antar i zgjedhur i Komitetit të Përhershëm të Shkencave pre protohistorike botërore. Ajo që dua të theksoj më shumë dhe që është folur më pak këtu është kontributi i profesor Korkuti si drejtues. Profesor Muzafer Korkuti ka një kontribut të jashtëzakonshëm si drejtues i institucioneve arkeologjike shqiptare në zhvillim, them institucioneve, duke llogaritur si përgjegjësi i sektorit arkeologjisë fillimisht brenda Institutit të Historisë, pastaj drejtori i Qendrës Kërkimeve Arkeologjike, që u krijua në vitin 1976 dhe më vonë drejtori i Institutit të Arkeologjisë, që të treja rastet më shumë se 2 mandate i bie rreth 28 vjet drejtues i arkeologjisë. Sipas të dhënave statistikore, në drejtimin e tij veprimtaria arkeologjike u zgjerua e u intensifikua ndjeshëm krahasuar me gjithë periudhat e drejtuara nga kolegët e tjerë. Ekspeditat në teren u shtuan si në numër ashtu dhe në rezultate, duke përfshirë jo vetëm qendrat e njohura antike, por dhe ato në zonat e brendshme. Në rolin e drejtuesit, profesor Muzaferi mbështeti fort bashkëpunimit me institucione ndërkombëtare dhe krijoi mundësi për formimin e brezave të rinj të arkeologëve në universitete europiane me të cilat instituti krijoi marrëdhënie bashkëpunimi. Po ashtu në kërkimet prehistorike vëret një përparim i dukshëm në metodat e gërmimit, në përdorimin më të gjerë të dhënave që vijnë nga rezultatet e shkencave natyrore dhe tendenca për të interpretuar ato me një bazë më analitike. Një nga tiparet më të vyra të akademikut Muzafer Korkuti ishte mënyra si ai e konceptonte institucionin shkencor, jo si pronë personale të drejtuesit, por si një strukturë në shërbim të dijes, kërkimit dhe brezave që do të vinin më pas. Në gjithë veprimtarinë e tij si drejtues i arkeologjisë, ai tregoi se autoriteti fitohet përmes punës këmbëngulse, seriozitetit shkencor dhe mbështetjes kolegëve, jo përmes protagonizmit personal apo interesit individual. Ai dha prioritet forcimit të institucionit, zgjerimit të kërkimeve arkeologjike, krijimit e ekipeve profesionale dhe formimit të brezit të ri studiuesve. Shumë arkeologë të rinj gjetën tek ai jo vetëm drejtuesin, por edhe mentorin që krijonte hapësirë për rritjen profesionale të tyre. Si në periudhën kur ishte drejtori i Qendrës Kërkimeve Arkeologjike 82-90, ashtu dhe në periudhën që drejtoi Institutin e Arkeologjisë 97-2007, afroi mjaft arkeologë të rinj për të zvendësuar gradualisht gjeneratat e arkeologëve, ndonë se rezistenca për të realizuar këtë ishte jo e vogël në instancat teprore. Në një kohë kur drejtimi institucional jo rrallë intensifikohet me përfitimin personal, ai mbeti shembull i studiuesit që punoi gjithmonë për të lënë pas një institucion më të fortë se kur e mori. Kjo ishte arsye pse personaliteti i tij respektohet jo vetëm për shkencën, për veprën shkencore, por edhe për integritetin akademik, etikën profesionale dhe kulturën institucionale që përfaqësoi. Profesor Korkuti nuk u kufizoi vetëm drejtimin e institucionit kryesor të arkeologjisë shqiptare, por i kushtoi vëmendje të veçantë forcimit të strukturave kërkimore në rrethe, të njohura si bërthamat arkeologjike në Durrës, Fier, Sarand, Vlorë, Korçë, Peshkopi, Kukës dhe Shkodër, si dhe muzevet me profil arkeologjik që përbën një pjesë të rëndësishme të organizimit shkencor e administrativ të kërkimeve arkeologjike në vend. Ai ishte i bindur se zhvillimi i arkeologjisë nuk mund të mbështetet vetëm në institutin në Tiranë,
por kërkonte një rrjet funksional strukturash lokale të lidhura drejtpërdrejt me terrenin, zbulimin dhe trashëgiminë kulturore të çdo zone. Për këtë arsye ai mbështeti zgjerimin e kërkimeve në rrethe, forcimin profesional të specialistëve lokal dhe aktivizimin e muzeve arkeologjik si qendra studimi, dokumentimi dhe edukimi kulturor. Kjo qasje tregon një vizion institucional larg centralizmit personal. Për profesor Korkutin, rëndësi kishte ndërtimi i sistemit qëndrueshëm kërkimor kombëtar, ku çdo strukturë, nga Instituti i Arkeologjisë deri te bërthamat dhe muzet lokal, të funksiononte si pjesë të një organizmi të vetëm shkencor në shërbim të arkeologjisë dhe historisë së lashtë shqiptare. Kërkimi arkeologjik nuk përfundon me gërmimet deren apo me studimin shkencor të materialeve të zbuluara, ai kërkon gjithashtu ruajtjen, administrimin dhe prezantimin e kësaj pasurie për publikun dhe për komunitetin shkencor. Pikërisht këtë dimension të rëndësishëm të arkeologjisë, akademik Muzafer Korkuti e vlerësoi dhe mbështeti vazhdimisht gjatë gjithë vrimtërisë së tij. Në ndërtimin e tij u organizon fondet arkeologjike në gjitha bërthamat arkeologjike, veçanërisht Durrës, Apollonik, Putrinë dhe Korç. Në kujdesin dhe angazhimin e tij, rëndësi të veçantë ju kushtua organizimit të ekspozitave dhe zbulimeve të reja, si dhe promovimit të trashëgimisë arkeologjike shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Ekspozitet e hapura në vende si Italia, Gjermania, Zvicra, Austria u kthyen në një mundësi të rëndësishme për prezantimin ndërkombëtar të qytetërimit dhe kulturës së lashtë të trojeve shqiptare. Për të gjithë, për më shumë se 6 dekada, akademiku Muzafer Korkuti ka qenë pjesëmarrës dhe protagonist aktiv me ndikim të ndjeshëm në zhvillimin e suksesshëm të arkeologjisë shqiptare. Në këtë 90 vjetor na jepet mundësia dhe kënaqësia për të shprehur edhe një herë mirënjohjen dhe respektin profesor Muzaferit për trashëgimin shumë të çmuar për shkencën arkeologjike shqiptare dhe për t'i uruar jetë gjatë. Faleminderit. Faleminderit profesor Iliri. Dhe tani do t'ja japim fjalën një kolegu bashkëpunëtori nga më i hershëm i arkeologjisë kosovare me arkeologjinë shqiptare, kolegu Kemal Luci nga Kosova. Kontributi i profesor Muzafer Korkutit në arkeologjinë e Kosovës. Mire, kemi saper, ashtu e kena në arkeologët. Deri jam se këtu, për mikun tem, shokun tem, edhe kolegun, në saperin. Për herë të parë, kur jam njoftu me një koleg arkeolog nga Shqipëria, së më thonë shqiptar, se edhe në shqiptar, s'ka kolegë që jam pri Kosovës, se në zbashku, ka qenë 1974 një simpozium ndërkombëtar mbi gradinat i lire në Mostar. Edhe një takim shumë i këndshëm, ku ja filloi miqësia jonë, shoqërimi jonë. Por një çka e kujtoj në atë kohë, sa kish pa dalë Shqipëria arkeologjike, edhe Muzaferi një 3-4 ditë u mendoj ke apo ajo në fund madhuroj. Edhe ende kom me nënshkrim Muzaferit të dhe shtëpia. Tash pi kujtoj ditët e Muzaferit derisa ka qenë ligjërues profesor në Universitetin e Prishtinës, por unë atë kom qenë jashtë shtetit, s'kom mujt me dëgju, por për studentave çka kom dëgju, i kanë marrë fillimet e njohjes arkeologjisë shqiptare, ajo kur ka qenë 72-75, apo çështo Muzafer, ku jo njoftu me arkeologjinë. Por sipas reformave, bashkëpunimi jonë i forë ja filloi 1980 me kulumtime, apo në tjetë? Në tumat e Llashticës, cilët e ndryshun historiografin e Dardanëve, se kjo gjinet rrashin e Kosovës. Deri atëre, që këtu shihet pamja e Tumës, pasi jo gërmu,
Hajde tjetrin. Prap një foto për shtat. Unë me punëtor. Të në gjetjet nga tuma e llashtisës, si dhe që unikate. Shkojmë tjetrin. Shkojmë të end dy vëzhaket. Kultura mati, ku profesor Korkuti ju ka epë matë historiografisë sërbe, se atëre ata e ndojshin rafshin e Kosovës me rafshin e Bekazhinit, thoshin se dy kultura tjera krejt të ndryshme si jo, por me hulumtimet së dhe jonë vonë në Llashtic, kjo teori ka ra përzërdhon në ujë, edhe është territori i Dardanëve kompakt ajtë se di ka qenë. A është shumë i zafer. Këtu vizitat e profesor Mizaferit në Kosovë, kaloja e Zveçanit, të unë gjitë, derisa ka qenë edhe ligjerus fakultetin e Universitetin e Prishtinës, tjetërin jutën, ura e vushtrisë romake e vjetër, që dhe me fatë kësh ende nuk është fullu këtu deri në fund, shkoj, hamami i vushtrisë, kaloja e vushakut që dhe ka dhonë rezultate shumë transishme, që kolegu Shafigashi ka vazhdu me punu, si pas profesor Korkutit që dhe ka vizitu viteve 70, shkoj, Hisari, ku ja ka fillu edhe bashkëpunimi tjetër për hulumtime arkeologjike mes profesor Adem Bungurit dhe Shafigashit. Fotografi nga vizitat e Mizaferit në Kosovë gjatë punimeve. Kjo është prapë në Hisar. Kaloja e vizitatimet shpellore, që atë Mizaferi ka publiku, edhe erdhë bashkëpunimi ma i thellë në fund, me njëre pas luftës 1999, ram kontakt unë Mizaferi, thash Mizafer, a të vazhdojmë aty ku e në ndalë 1980. Tha, pa asë një fjallë. Edhe puna ma e madhe, si dhe në kom pas për krahjen e Mizaferit në atë kohë, është përpilimi hartës arkeologjike të Kosovës, cila ka dalë në 4 volume, o punu për 2000 deri 2005. 2006 ka dalë harta arkeologjike e Kosovës, se mund me thonë se shtetë e Balkanit shumë radhë kush e ka, ashtu të punume. Për këto ju faleminderoj Mizaferit, edhe shka me thonë, në arnofsh si maljet. Faleminderit. Faleminderit kolegu Kemal Luci për fjalë e bukura dhe shumë përmajtësore. Nga një gjenerat më e re arkeologësh, do të përshëndes, do të ma një kumtes kolegja Rovena Kurti, profesor Muzafer Korkuti, studius i shkuarës, projektues e së ardhmes. Nderuar profesor, të nderuar koleg, të dashur miq. Është kënaqësi për mua të marr fjalën sot në këtë përvjetor të rëndësishëm të profesor Korkutit, jo vetëm një figurë e shquar e arkeologjisë shqiptare, por dhe një personalitet që ka ndikuar drejt për drejt në formimin profesional të brezit tim. Ndaj unë do flas jo vetëm në emrin tim, por në emër të këtij brezi arkeologësh, një brez rruga profesionale dhe ardhmja e të cilit është ndikuar thellësisht nga vizioni, mbështetja dhe besimi i profesor Muzafer Korkutit. Kolegët parafolës u ndalën në aspekte të ndryshme të kontributit dhe punës shumë dimensionale të profesorit, e cila ka patur në qendër të saj para historinë e Shqipërisë. Dëshiroj këtu të theksoj se profesor Korkuti së bashku me kolegët e tij bashkohës, profesor Frano Prendi, Janet Andrea, Namik Bodinaku, Bep Jubani, Skënder Aliu, i takojnë brezit që hodhi themelet e parahistorisë shqiptare, duke hapur perspektiva të shumta për kërkimet e ardhshme dhe mbi shpatullat e të cilëve ne qëndrojmë sot.
Para tyre shtroheshin detyra dhe sfida të shumta, dhe mbi të gjitha ndërtimi për herë të parë i një narrative të parahistorisë shqiptare, duke filluar nga një bazë minimale të dhënash ekzistuese. Por ata ja dolën të ndërtonin konturet kryesore të parahistorisë dhe të plotësonin një pjesë të rëndësishme të një mozaiku shumë kompleks. Kontributi juaj, i nderuar profesor Korkuti, zë një vend të rëndësishëm në ndërtimin e këtij mozaiku. Ai është i shumanshëm, i shtrirë në kohë, në hapësirë dhe nga periudhat më të hershme të parahistorisë deri tek parahistoria e vonë, nga skaj jugor i vendit në atë verior. Unë nuk do ndalem këtu veçanërisht në vendet ku ju keni punuar, sepse ato përmendën mjaftueshëm nga kolegët parafolës. Unë do ndalem në një aspekt tjetër, në një dimension tjetër të spikatur të punës suaj, sepse trashëgimia juaj shkon përtej hulumtimit dhe botimeve. Ajo ka të bëjë me aftësinë për të parë përtej kërkimit individual dhe vizionin tuaj për hapjen e arkeologjisë shqiptare, duke lidhur atë me zhvillimet bashkëkohore, metodologjike dhe teorike të kërkimit ndërkombëtar. Në periudhën e trazuar, që pasoi ndryshimet politike të fillimit të viteve 1990, ndërsa një bashkëpunim i parë ndërkombëtar rendi të zbulonte themeluesit e Butrintit, profesor Korkuti ndoqi një drejtim tjetër. Ai bashkëdrejtoi projektin e parë ndërkombëtar shumë disiplinor në vendbanimin shpellor të Konispolit. Në bashkëpunim me një ekip të Universitetit Teksasit, i cili do sillte ndërdatimet e para absolute të parahistorisë shqiptare me metodën e radiokarbonit dhe do të kryente hulumtimet e para paleobotanike dhe palomjedisore në Konispol dhe në Xar. Një tjetër bashkëpunim shqiptaro-amerikan i bashkëdrejtuar nga profesor Korkuti, projekti arkeologjik rajonal i Mallakastrës, aplikoi për herë të parë në Shqipëri teknikat e survejimit sistematik si përfaqësor, ndërthurur me investigime të mjedisit natyror për studimin diakronik të zhvillimit të vendbanimeve dhe peizazhit kulturor në prapatokën e Apollonisë. Këto projekte japën rrugën një modeli të ri të zhvillimit të ulumtimeve arkeologjike në Shqipëri, me ekipe të gjera që përfshinin specialistë të specialiteteve të ngushta brenda arkeologjisë dhe nga shumë disiplina të tjera ndihmëse, të cilat filluan të zvendçonin modelin e periudhës pararendse. Ky model krijoi një terren të ri për kërkimin shkencor dhe hapi perspektiva të reja. Ai do përkrahej dhe do shtyhej më tej nga profesor Korkuti në periudhën e drejtimit të Institutit të Arkeologjisë prej tij gjatë viteve 1990-2000, kur u ndërtuan një sër projektesh të reja ndërkombëtare të shtrira nga preistoria në mesjet. Këto përbëjnë padyshim periudhën më dinamike të aktiviteteve ndërkombëtare të Institutit të Arkeologjisë, të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke vendosur arkeologjinë shqiptare në dialog me arkeologjinë ndërkombëtare dhe duke e kthyer ato në një referencë të rëndësishme në studimet e gjërat e Evropës Juglindore dhe Mesdheut. Në këtë periudhë dinamike ndryshimesh, qasjesh, metodash dhe perspektivash të reja për arkeologjinë shqiptare, profesor Korkuti e kuptoi se e ardhmja nuk mund të ndërtojë pa i dhënë hapësirë, përgjegjësi, mbështetje studiuesve të rinj. Ai e pa këtë si një proces të domosdoshëm vazhdimësie dhe së bashku me kolegët e tij kontriboi në krijimin dhe orientimin e një brezi të ri specialistësh në fusha dhe periudha të ndryshme të arkeologjisë shqiptare, pjesë të cilit jam dhe unë dhe shumë kolegë të mi të pranishëm këtu sot. Në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Tiranës, ku profesori ishte pedagogi prej historisë, shumë prej studentëve ju dha mundësia të përfitonin një përvojë intensive në terren në projektet e shumta ndërkombëtare të institutit dhe të njiheshin me metodat më të fundit të gërmimit dhe ulumtimit arkeologjik. Kjo praktik në terren u plotësua më tej përmes bursave të studimit për studime të thelluara në universitete të ndryshme të Evropës për dhe më gjerë. Këto hapësira të krijuara nga ju luajtën një rol kyç në njohjen me një kuadër bashkëkor teorik të ulumtimit dhe interpretimit arkeologjik, të cilat në atë kohë mungonin ende në formimin ton universitar dhe në praktikën vendase të kërkimit. Shumë prej atyre që sot kontribojnë në arkeologjinë shqiptare janë pjesë e këtij brezi dhe rrjedhoj e këtij vizioni, hapje dhe besimi tek brezat e rinj. Ata vazhdojnë të plotësojnë mozaikun kompleks që ju filluat,
dhe përmes aplikimit metodave bashkëkohore janë duke sjellë njësojësisht qoftë me zbulimin e qendrave të reja arkeologjike, nga gjitha periudhat, modelet e vendbanimeve, origjinën e lëndëve të para, paleogjenetikën, shkëmbimet, teknologjitë e prodhimit, kronologjinë absolute, organizimin, zhvillimin dhe aspektet ekonomike të qyteteve ilire dhe të qendrave mesjetare. Pavarësisht sfidave të shumta, arkeologjia shqiptare ka hyrë tash në një rrugë pakthim. Ajo sheh përtej modeleve lokaliste të izoluara dhe të vetkënaqura dhe për herë më tepër drejt arkeologjisë evropiane dhe konstruktive. Në mbyllje të fjalës time, dëshiroj të theksoj se pikërisht këtu qëndron një nga dimensionet më të rëndësishme të trashëgimisë së profesor Korkutit. Ai nuk ndërtoi vetëm dije për të shkuarën, por kontribuojnë në ndërtimin e njerëzve që do ta çonin këtë dije përpara dhe kjo përbën, për mendimin tim, trashëgimin më të qëndrueshme të një studiuesi i cili gëzon sot respektin e një brezi të tërë. I nderuar profesor, ju jemi thellësisht mirënjohës dhe ju urojmë jetë gjatë pranë familjes suaj. Faleminderit. Faleminderit Rovena dhe Buqet që vjen nga Instituti i Arkeologjisë. Gjithmonë tradit në festimet tilla për vjetorësh, jeni të lutur që kush ka dëshirë me thënë ndonjë fjalë, po sigurisht në mënyrë të shkurtë. Unë kam një kërkesë dhe jam i lumtur që kam një kërkesë të tillë përpara, një kërkesë që ndryshon stilin e të folurit akademik, por që ka një stil tjetër më shpirtëror. Vjen një përshëndetje nga vendi i origjinës profesor Muzafer Korkutit, nga Fterra. Në emër të Fterrës dhe komunitetit fteriot, do të flas zoti Theksor Shkurti, që është kryeredaktor i gazetës lokale Fterra Jon. Ju lutem. Për profesorën Muzaferin u fol gjatë për jetën e tij studimore, akademike, shkencore, kështu që unë nuk jam i zot në këtë fushë dhe nuk marr përsipër të them më shumë se ç'u tha. Por do them disa fjalë fterioqe e themi neve, për origjinën e profesorit Muzaferit edhe për fshatin tonë. Prezantimin tim nuk ka nevojë. Së pari, në emër të vendlidhjes së profesor Muzaferit, të fshatit tonë të dashur Fterrës, të gjithë komunitetit fteriot, të antarëve të parlamentit të fteriotëve këtu në Tiranë, se ne kemi dhe parlamente, din disa këtu, të shoqatës Fterra dhe të botuesve të gazetës Fterra Jon, ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj në këtë event, kaq të bukur, por edhe kaq të rëndësishëm që na jep kënaqësi të gjithëve, besoj. Akademiku profesor Muzafer Muharrem Korkuti është njëri prej intelektualëve më të shquar fteriot. Është arkeologu i apasionuar dhe i palodhur. Ish kryetari i Akademisë Shkencave, siç u përmend këtu, por njëkohësisht është edhe njëri prej krijuesve të parlamentit të Fterrës dhe njëri prej bashkëpunëtorëve dhe bashkëbotuesve të parë të gazetës Fterra Jon këtu në Tiranë në maj të vitit 1997. Një falënderim dhe një mirënjohje të veçantë shprehem gjithashtu për iniciatorët dhe organizatorët e këtij aktiviteti, për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, me në krye kryetarin e saj, zotin Skënder Gjinushi. Së treti, më lejoni të them edhe pak fjalë për Fterrën dhe intelektualët e saj. Fterra Jon e vogël, e cila për nga numri i shtëpive dhe familjeve nuk i ka kaluar asnjëherë 150 shtëpi, qish në shekujt e mëparshëm e në vazhdim është quajtur dhe quhet fshati i hoxhallave, kështu na thonë, fshati i intelektualëve, fshati i kulturës, fshati i dijes, arsimit dhe kulturës. Jo vetëm në Kurvelesh në poshtë dhe në Labëri, por edhe më gjerë. Shkurtimisht dëshiroj t'ju bëj
të ditur se nga fshati ynë kanë dalur dhe kanë dhënë kontributin e tyre si në luftrat për liri e pavarësi dhe në jetën shoqërore e kulturore dhe shkencore me qindra bi dhe biafteriot. Gjatë luftës nacionale shqiptare, nga Fterra kanë dalë 45 partizanë dhe partizane, nga të cilët 6 dëshmorë. Njëri prej tyre është punati i profesor Muzaferit, i pa harruar që kalon dhe emrin e shkollës, që shkolla Fterës man emrin e tij edhe sot, dhe ka qenë një figura më e shquar e Fterës në ato vite të vështira, kur populli do të mirë të drejtim se nga do anonte nga lufta nacionale shqiptare apo nga bazi kombëtar, dhe ka qenë pikërisht punati i profesor Muzaferit. Më falni. Hiqmet dusha. Aty ne kemi idhull, sepse ashtu ka qenë. Nga Fterra kanë dalur dhe kanë mbrojtur dhe fituar grada shkencore, 2 akademikë. Muzafer Korkuti, cili kemë pranishëm në të vend, dhe doktor Besim Elezi, si dhe 24 fteriote dhe fterotje, të cilat kanë mbrojtur dhe kanë marrë grada të larta shkencore në fushat të ndryshme të jetës. Nga Fterra kanë dalë 130 mësues, profesor dhe pedagog, nga këta 2 mësues të popullit dhe 4 mësues të merituar. Nga Fterra, në kohën e mëparshme, kanë dalë 44 hoxhallar, klerik fetar me në krye dietarin e madh Isa Hizmi, 122 ushtarak, 50 mjek, ndihmës mjek dhe farmacist, 21 inxhinier të fushave të ndryshme, 15 jurist, gjykatës, notar dhe avokat me në krye babain e drejtësisë shqiptare Ismet Elezi, 11 shkrimtar, poet dhe rapsod, 6 artistë dhe aktor të kinematografisë dhe teatrit dhe të stratës shqiptare, 42 ekonomistë mes më të lartë, e të tjera, se pëmburremi shumë. E gjithë kjo plejadë e madhe intelektualësh fteriot në vite, ndoshta është një rast i vetëm dhe i rrallë, jo vetëm për krahinën dhe gjithë vendin tonë, por edhe me gjërën. Prej kësaj tradite dhe kulture e ka prejardhjen e tij edhe profesor Muzaferi ynë, të cili sot po i kushtohet ky event e aktivitet kaq i bukur e me vlera të larta, por sigurisht të merituara. Pra, profesor Muzaferi prejardhjen e tij e ka nga një fis dhe nga një familje e nderuar fteriote me tradita të lashta, adhetare, patriotike dhe kulturore. Sipas të dhënave dhe historikut të Fterës, gjyshi i tij, Omer Korkuti, i cili ka jetuar rreth shekujt të 18 dhe 19, njihet akoma si dietar i fesë islame, kadi, domethënë gjykatës, sipas të drejtës osmane, njeri me autoritet e moral shoqëror, pajtues konfliktesh dhe këshilltar i popullsisë së zonës e tjera. Por edhe prindërit e profesorit dhe të vëllezërisë së tij kanë qenë fteriot shumë të nderuar. Xha Muharremi ka qenë një burr i urtë e shumë i mirë, patriot, adhetar dhe një punëtor i palodhur, që ka lënë emër. Nëna e profesor Muzaferit, e nderuara Gjurza Korkuti, njihet e madhënon si njëra nga gratë e shquara të Fterës. Telefon. Më falni. Është opozita, është gruaja ime. Opozita e shtëpisë. Më falni. Më falni. Mbarova. Mbarova.